Partia Demokratike ka shprehur shqetësimin për një valë kërcënimesh që po ushtrojnë ndaj qytetarëve dhe aktivistëve të saj, të cilët kanë publikuar raste të blerjes dhe manipulimit të votës gjatë zgjedhjeve të fundit. Halal, 500.000 vota, bravo. Po 4 vjetë, 5 vota, 500.000 lekë. Në 4 vjetë e dhe jamën në korrit. Halal. Mbas daljes saj videoje, dije në vendin e tij të punës, pra aty ku qëndron për të punuar taksi, i kanë vajtur 2 persona që e kanë kërcënuar. Fjalët kanë qenë çfarë i ke bërë vetes me atë që ke nxjerr, do ta shohësh ç'do të bëjmë. Thash për ta denoncuar si rast dhe për të marrë në mbrojtje publike Lulëzimin, për t'i thënë kujtdo që mendon se tashi në këtë mandatin e 4 të Ramës mund bëjt ç'të dojë me demokratët, e ka gabim. Rama mund bëhet mbret, mund blej të tremb dhe të blej shumicën e shqiptarëve, po të harroj se mund të luajë me demokratët. Idi Paloka, kryetari i Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike, ka bërë me dije se një qytetar është kërcënuar pas denoncimit publik që ai ka bërë. Megjithatë, nuk ka dhënë detaje për hapat e mëtejshëm ligjor. Partia Demokratike ka premtuar të mbrojë fuqishëm çdo person që tregon shkelje në procesin elektoral. Në cilën polici, me që e hapet, po thash, do flas vetëm për këtë çështje, por shpesh na është thënë këto ditë edhe nga demokrat. Pse nuk i kapët ju ata? Pse nuk i mbrojtët? Pse i lejuat ta blejmë votën? Ju e keni parë, besoj, që nga Dibra deri në krahun tjetër të Shqipërisë, që në momentin kur njerëzit tanë, edhe deputet, kapnin kriminalët elektoral duke bler vota, ç'a ndodhte? Printe policia dhe arrestonte, ndalonte, procedonte atë që kishte kapur hajdutin, sepse policia është pjesë e këtyre. Partia Demokratike nënvizon rëndësinë e mbështetjes së denoncuesve dhe paralajmëron se nuk do të heqë dorë nga ndjekja e çdo rasti që kërcënon integritetin e zgjedhjeve dhe sigurinë e qytetarëve që duan të flasin hapur.